Të nderuar teleshikues të drita televizion, do t'jemi bashkë në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 18 nëntor dhe ne kemi përgatitur disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme historike, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 19 nëntori është dita 323 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit mbeten edhe 42 ditë. Ngjarje 1946. Afganistani, Islanda dhe Suedia i bashkohen Kombeve të Bashkuara. 1969. Programi Apollo. Astronatët e Apollo 12 zbritën në hënë dhe u bën njeriu i tretë dhe i katërt që kanë ecur mbi të. 1969. Pele shënon golin e tij të 1-0 në ndeshjen mes ekipeve Santos dhe Vasco. 1985. Lufta e ftohtë. Në Gjenev takohen për herë të parë presidenti amerikan Ronald Reagan dhe presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev. 1998. Skandali Levinsky. Filluan thirrjet e dëshmive kundër presidentit amerikan Bill Clinton në lidhje me skandalin Levinsky. 1999. Shenzhou 1. Kina lëshon anijën e parë kozmike, anija kozmike Shenzhou. 2005. U ndat çmimi i nderit për presidentin e Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovën, nga qyteti i New Yorkut SBA. Lindje 1711. Mikhail Lomonosov, shkencëtar rus. 1831. James A. Garfield, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1833. Wilhelm Ditley, filozof gjerman. 1888. José Raúl Capablanca, shahis kubanez. 1889. Vasili Konstantinovich Bluscher, marshal sovjetik. 1910. Adrian Conan Doyle, letrar anglez. 1917. Indira Gandhi, politikane indiane. 1933. Larry King, udhëheqës TV amerikan. 1938. Ted Turner, themeluesi i CNN. 1942. Calvin Klein, kreator mode amerikan. 1961. Meg Ryan, aktore amerikane. 1962. Jodie Foster, aktore amerikane. 1963. Gjergj Kola, shkrimtar shqiptar. Vdekje 1492. Zhami, shkrimtar pers. 1630. Johann Schein, kompozitor gjerman. 1665. Nicolas Poussin, piktor francez. 1692. Thomas Shadow, shkrimtar dhe dramaturg anglez. 1785. Bernard de Boury, kompozitor francez. 1828. Franz Schubert, kompozitor austriak. 1887. Emma Lazarus, shkrimtare amerikane. 1938. Lev Shastov, filozof rus. 1942. Bruno Schulz, shkrimtar polak. 2004. John Robert Farr, farmakolog britanez. 2004. Piet Esser, skulptor holandez. Festa dhe përvjetore. Mali, dita e çlirimit. Monaco, dita nacionale. Oman, ditëlindja e Sultan Qobos bin Saidit. Porto Rico, zbulimi i Porto Ricos. SBA, dita e mundësive të njëjta. Dita Europiane e vedisimit për antibiotikët. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Qershia ka origjinë aziatike, ndërsa në Europë është përhapur rreth shekullit të dytë, në lindjen e largët, sidomos në Japoni. Pema e qersisht është shumë e përhapur dhe periudha e lulëzimit të saj është një nga më të bukurat të vitit. Qershit përmbajnë
vitaminën A, B1, B2, B3, B6, C dhe K. Gjithashtu, ata përmbajnë minerale si kalium, kalcium, hekër, bakër, magnez, mangan, fosfor dhe zink. Përmbajnë fibra, celulozë, pektin, proteina dhe karbohidrate. Qershit janë plot me antioksidant. Qershia është një burim i fuqishëm i antioksidantëve dhe komponimeve antiinflamatore. Konsumimi i tyre ngadalson plaken dhe shmang sëmundjet kronike, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, kancerin, diabetin dhe obezitetin. Efekti antiinflamator i qershis ndihmon në mbajtjen e trupit tuaj të shëndetshëm, por për më tepër, qershit rendite më poshtë se shumë fruta në indeksin glikemik. Kjo do të thotë që qershit nuk shkaktojnë ngritje të nivelit të sheqerit në gjak dhe insulinës. Lehtësojnë artritin. Disa studime kanë sugjeruar se konsumi i qershish është i dobishëm për ata që vuajnë nga osteoartriti. Përfshirja e rregullt e qershis ose lëngu prej 100% në ushqimin tuaj ose në rutinën e ngrënies mund të ndihmojë në zvoglimin e dhimbjes së përbashkët. Ulin kolesterolin. Ulëmtimet kanë treguar se lëngu i qershis mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit total, duke përfshirë edhe tipin e keq të njohur si LDL. Kjo është e rëndësishme sepse çdo reduktim prej 1% në kolesterol ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 2%. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar parashikohet të përshkruhet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu, të cilat do të jenë dominante pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë pritet që rreshjet hera herës të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive, të shoqëruara me shkërkesa elektrike. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të vrymë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 12 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 14 deri 18 gradë Celsius, Kukës 6 deri 13 gradë Celsius, Peshkopi 10 deri 16 gradë Celsius, Tiranë 14 deri 21 gradë Celsius, Durrës 16 deri 21 gradë Celsius, Kavaj 16 deri 21 gradë Celsius, Elbasan 13 deri 22 gradë Celsius, Berat 13 deri 20 gradë Celsius, Korçë 9 deri 12 gradë Celsius, Florë 16 deri 21 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri 15 gradë Celsius, Sarandë 14 deri 16 gradë Celsius. Ndërkohë tani ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkruhet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu, të cilat do të jenë dominante në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të vrynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 9 deri 11 gradë Celsius, Podujev 8 deri 12 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri 14 gradë Celsius, Pej 10 deri 13 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri 15 gradë Celsius, Gjakov 10 deri 17 gradë Celsius, Malishev
10 deri 16 gradë Celsius, Gjilan 8 deri 16 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri 15 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri 15 gradë Celsius, Prizren 8 deri 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju mund të na gjeni tek drita.tv në rrjetet sociale, në RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Bashkë takohemi nesër, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita